për pjesëmarrjen në këtë takim të parë të Komitetit Organizativ për Lojrat Mesdhetare Prishtina 2030. Lojrat Mesdhetare Prishtina 2030 janë një prej projekteve më të rëndësishme që Kosova do të realizojë në vitet e ardhshme. Për herë të parë vendi ynë do të mirëpresë një ngjarje sportive të kësaj pronëse, duke sjellë së bashku sportistë, delegacione dhe partner nga vende të ndryshme të mesdhet. Për Kosovën, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të dëshmuar kapacitetin tonë organizativ, për të avancuar sportin dhe infrastrukturën sportive dhe për të prezentuar vendin tonë para një audiencë të gjerë ndërkombëtare. Prishtina 2030 është projekt i përbashkët me rëndësi shtetërore e kombëtare, i cili kërkon vizion afatgjatë. Ne nuk jemi këtu për të përfaqësuar institucionet e ndara, por për të vepruar si mekanizëm i përbashkët koordinues, ku secili institucion kontribon me përgjegjësitë e veta drejt qëllimit të përbashkët. Qeveria e Republikës së Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar që ky proces të zhvillohet mbi parimet e bashkëpunimit interinstitucional, transparencës, llogaritmënies dhe standardeve më të larta të menaxhimit. Kjo është rruga e vetme për të ndërtuar besim, për të garantuar vazhdimsi dhe për të siguruar që çdo vendim të jetë në funksion të suksesit të projektit. Jam i bindur që secili prej nesh e kupton përgjegjësinë të cilën kemi marrë. Lojrat mesdhetare Prishtina 2030 nuk janë vetëm projekt i sportit, janë projekt strategjik shtetëror dhe mundësi për ta dëshmuar aftësinë tonë për të organizuar ngjarje ndërkombëtare sipas standardeve më të larta. Prandaj pres që puna jonë të karakterizohet nga bashkëpunimi, nga bashkërendimi, profesionalizmi dhe përgjegjësia institucionale. Vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë të realizojmë me sukses këtë projekt dhe ta përfaqësojmë drejtësisht Republikën e Kosovës. Ju falenderit të gjithëve dhe